A e dini se presidenti I parë I Argjentinës mund të ketë qenë shqiptar? Po, një pasardhës I një familje nga Himara që përfundoi në majën e pushtetit në Amerikën e Jugut. Bartolomeu Mitre lindi në Buenos Aires në vitin 1821. U bë ushtarak, shkrimtar, gazetar dhe presidenti I parë I Republikës Demokratike të Argjentinës, duke udhëhequr vendin nga viti 1862 deri më 1868. Por sipas historianit shqiptar Arben Lalla, origjina e tij nuk ishte greke, siç thuhet në shumë libra, por shqiptare nga Himara. Familja e tij, Mitru apo Dhimitru, ishte larguar nga Himara rreth vitit 1670 dhe ishte vendosur në Venecia, ku emri u latinizua në Mitre. Më vonë Bartolomeu themeloi gazetën La Nacion, që edhe sot udhëhiqet nga pasardhësit e tij dhe konsiderohet një nga figurat që bashkoi Argjentinën moderne. Një shqiptar që nga brigjet e Jonit arriti deri në majën e kontinentit amerikan. Kjo është një histori që duhet treguar. Na shkruani në komente. A besoni se rënjet shqiptare të Bartolomeu Mitres janë të vërteta? Ne jemi histori epike. Aty ku e kaluara rilind.